Lacarin Vila, përshëndetje. Përshëndetje Gjergj. Jeni shpallur fituesi i anketës 10 më të mirë e vitit 2025. Besoj se çdo vlerësim, çdo arritje është një satisfaksion edhe personal. Po, ashtu është, me thënë drejtën, nuk e prita, pavarësisht të mundit, lodhjes, sakrificës, rezultateve, por në fund më shpërbly edhe me këtë titull që më dha si trajneri më i mirë i vitit 2025. Shumë vite kontribut për boksin, por pak vlerësime. Për mu ka rëndësi që ekipi boksit Vllaznia me pas gjithmonë suksese, sportistat me kanë nërmat mirë në Shqipni, me qisa ma shumë kampiona, më ndajnë vlerësimi është për tyne, nuk ka rëndësi a një fetem një Lazarin Vils në tifoza ose ma lërgë, rëndësi ka që ekipi Vllaznis me për para. Gjithsesi, kur lodhesh, kur punon për vitesh, njeriu dëshiron të ketë edhe një vlerësim. Po, satisfaksion është edhe kjo, me gjithatë mu përmbajnë 18 vjetë si trajner i ekipit boksit Vllaznia, të fillu për kam marrë me radhë gjitha grupë mosha. Gjithmonë kam punu në hije, por thash, kur një knasi dhe lavdrim për sportistave, për mu kjo është një rezultat i mirë. Kush është gëzuar më shumë në familjen Vila për suksesin e Lazarinit? Thëmë drejtën, dy fëmijët e mi janë gëzu, ishin prezent edhe në teatrin e Gjeni, dhe të pa fotot edhe videot, mas i mora çmime dhe të pa ftyrën e tyne, kam një emocion të veçantë. Sepse natyrisht mungesa e babait për shumë ditë, për shumë orë në shtëpi është një farë sakrifice për të gjithë. Sporti është sakrificë, por kur merr rezultatin, ajo sakrificë vlerësohet, por është e vërtetë që kush merret me sportin si sportist ashtu edhe trajneri din sakrificat që ndodhin, sepse ke mungesa në shtëpi, përveç orëve janë ndoshta edhe ditë që nuk jenë në shtëpi dhe lën shumë gjëra mangut në familje për me lanë tek ekipi ku jetu stërvit. Një falënderim veçantë me ballë për familjen time që kanë durim, kanë mirë kuptim dhe vlerësojnë punën që unë bëj. Unë gjite në skenën e teatrit me Gjeni për të marrë një çmim. Besoj që në ato momente je ndjer i lumtur. Ishte një emocion i veçantë, nuk e kisha provu ndonjëherë. Përveç emocionit ishte edhe kënaqësia, përveç kënaqësisë ishte edhe njoftja e emrit tim për figurave legjendare të sporteve të ndryshme. Nuk di me përshkru, megjithatë unë çka kam thënë atë ditë nuk e mbaj mend për emocioneve që pata. Dhe një çmim që u dorëzua nga presidenti i Federatës Shqiptare të boksit, zoti Kalivopoli, i cili foli natyrisht jashtëzakonisht mirë për vlerat tuaja si trajner. Fillimisht para se me fol për presidentin Fulin, unë du me thënë diçka që mos kishte kanë prezenca e trajnerit legjendar Zevgjoni, nuk e dia do ta kisha marrë këtë çmim këtë vit. Për mua është një nërë kënaqësi që ka vite që bashkëpunoj me te. Është nërë kënaqësi që unë jam të mësu shumë gjëra prej tij. Shpresoj që këtë emër të lartë boksit Vllaznis ta maj edhe post për ju Zevgjonit, që mendoj që është shumë e vështirë, megjithatë do të bëjmë pa mujtën. Dhënia e çmimit për zotit Kalivopoli ishte nërë për mua, ishte privilegj, sepse me të dhënë një çmim, me të dorëzuar një çmim presidenti Federatës, është diçka e madhe, diçka e rëndësishme, diçka që vlerësohet edhe po prej tij. Në fakt, ju jeni shpallur në më të mirët si trajneri i këtij viti pikërisht për sukseset e ekipit boksit. Edhe viti 2025 dhuroi titullin e rradhës kampion. Duket që sukseset e këtij ekipi nuk po ndalen. 2025 o më mirë, 27 vite kampion, po ashtu u fitua edhe Kupa Republikës Shqipnisë, më thanë viti 2025 u mbyll me sukses bëjë të mirë. Nuk e kena në mend për me lëshu 5, si thëmë në këtu, edhe 2026 besojmë që do të arrijmë titullin e 28 kampion. Megjithatë kampionatet në Shqipni dihet më shumë bën buj kur Vllaznia hub titullin se sa kur e fiton titullin. Por për 2026 kena objektiva i fije më të larta,
nga që janë edhe kualifikuese për luajtjen olimpike, shpresojmë të arrijmë në rezultate në kampionatet europiane, kampionatet kualifikuese për luajtjen olimpike. Nëse arrijmë këto objektiva që i kemi vu vetes, ky është sukses edhe më i madh se sa kampionati kombëtar. Fillo të flisnit për 2026, por në fakt për të rikthyer 2025-s, ka qenë një kampionat ndoshta nga më të çuditshmit, i fituar vetëm me pikë. Ishte kampionati më i vështirë për disa arsye, dhe arsyet ishin se në 10 ditëshin e fundit para nisjes në kampionat, ne na u damtuan në 3 sportista, ku në 3-2 ishin pretendent kryesor për dalë kampion, dhe kjo gjë na futi fije në kolaps, sepse nuk po dimin se si mund na shkoshin neshët. Megjithatë me strategjinë e Zevxhonit dhe me një blemje shumë të fortë që bëme në momentet e fundit të bokserit Arban Bermeta, arritme që ta zgjidhnim deri diku kampionatin. Ne u nisëm me objektivin që pretendent kryesor do të kemi studentin, por parashikime na ndryshuan e krejt, doli pretendent kryesor Flamurtari, dhe është e vërtetë që këtë kampionat 2025 u fitu me vendet treta. Pra me një vend tret, më tepër se ekipi Flamurtarit, ne arritëm me fitu kampionatin kombëtar. Vllaznia ka president, ka staf trajner të kualifikuar, por vitet e fundit po vuajnë për sportist cilësor. Nuk kanë dëshirë rinia Shkodrës të merret me sportin e boksit? Në përgjithësi, në gjitha sportet aty pas mungesë të rish. Aq më tepër në sportin e boksit që është sport i rëndë. Dhe të pas parasysh që sot fëmijët më tepër preferojnë me lujt PlayStation, me ndajnë telefona, prind kanë atë frikën që nuk po e çojmë te boksi se po merr grushta. Aty na nol një problem, ka disa vite, nuk ka se ka nol tash, ka disa vite që vinë fëmijë, rrinë dhe një farmoshet, ose largohen se nuk i pëlqen, ose i duket sport i rëndë, ose më keq është se nëse nena vjen një fëmijë 13-14 vjeç dhe arri me punu me të deri 19 vjeç, ku presin për me marrë të ekipit rritunve, largohen o për me ik jashtë vendit, ose me fillu një punë, sepse edhe ana ekonomike nuk ka se me pagesa që bëjmë në të boksi mund të jetohet. Dhe kjo është arsyeja kryesore që ne janë duke në largu. Kemi pas 3 sportista kryesor për grup moshave të cilët kemi prit për me kalu me ekipin e tritën, ku 2 prej tyre janë largu jashtë vendit dhe një tjetër ka fillu punë, dhe është e pa mujton për mi majt, sepse nuk ka rrim për mi ofru gjë. Gjatë edhe ardhja e presidentit Mondi Ndohu duket se i ka përmirësuar disa gjëra në funksionimin e ekipit me mbështetjen financiare. Po, na ka ndihmuar shumë mbështetja e tij financiare, por një vit ka që presidenti Mondi Ndohu është afruar te ekipi i boksit Vllaznia, një vit a shumë pak për me dhënë rezultat në majtjen e ekipit Zinxhir. Bashkëpunimi me Mondin vazhdon akoma, shpresojmë, na kena projekt që me kriju akademinë e boksit Vllaznia, pra të fillu gjitha grup moshat, dhe shpresojmë që ky projekt vazhdojnë. Këtë vit besojmë që do të arrijmë që të shtojmë numrin e ekipit grup moshave. Shpresojmë, megjithatë prep po them, gjendja ekonomike është faktori kryesor që rinia ose rinia më tepër nuk rrinë në sport. Gjithsesi, 2026 tha që objektivi do të jetë titulli 28 kampion. Do të jetë vështirë për të mbajtur, për të krijuar një ekip pretendent? Për çdo vit kena thënë që është e vështirë. Për thonë që është e vështirë, sepse realisht edhe ekipet tjera janë forcu. Por tham që do të arrijmë rezultatin edhe për 2026, pra do të fitojmë titullin e 28 kampion. Po flitet çdo vit më shumë tashmë edhe për boksin profesionist. Kemi parë që boksierët shkodran tashmë kanë hyrë në këtë treg të ri. E shikoni me të ardhmen e boksin profesionist për boksierët të shkodran? Boksi profesionist përveç stërvitjes të fortë është edhe një anë tjetër e boksit, sepse don investim të madh. Na kena 3 boksiera profesionistë të ekipit Vllaznis, Arjon Kajoshin, Senat Drinin, Ani Haxhillarin. Të 3 janë në top 150, pra Kajoshi është i 120, Senadi është 134, edhe Ani diçka
fije manet se ta. Por për me majtë, për me kriju neshe, duhet që me gjithë kundërshtar. Të gjithë kundërshtar duhet me bë pagesë. Dhe pagesët nuk janë të vogla. Kërkohet bajagi lek. Me presidentin Mondin Nou, kena arrit për me çu këto sportiste në këto niveli ku janë sot. Me kanë si bashkëpunime të vazhdojnë, mendoj që do të vazhdojmë këto boksira do të arrijnë për me shku në renditje më të mirë. Të shku në renditje më të mirë, shpresojmë që edhe ato do të kenë ftesa nga boksira të tjerë, dhe të pas ftesa atëherë në shani fije puna e neshjeve, puna e pagesave, është i fije e vështirë. Është pak komplekse shpjegimi i boksit. Nërse si shihet në televizor, e nërse si është realisht. Megjithatë, ju premtoni që sukseset e boksierëve shkodran do të vazhdojnë në vitin 2026. Këtë premtoj, megjithatë, si dihet, shpresoj që po. Lazarin Vila, thatë që janë ndërtitët e pakt ky çmim që morë së fundi nga Gazeta Shkodra Sport. Keni një dedikim kujtja dedikoni këtë sukses të arritur të gjithë këtyre 18 viteve punë dhe sakrificë? Para është familja, ja dedikoj familjes. Thash edhe parë që mora këtë titull, është një merit plotësisht e merituar e trajnerit tem dhe tani trajnerit legjendar Zëvgjoni. Po ashtu edhe sportistëve të mi, se po ato, ashtu do të kisha arrit me marrë këtë çmim. Tha që ndjet emocione, harruat edhe fjalët. Besoj që ceremonitë të tilla që gazeta jon ka organizuar duhet të jenë një nxitje për trajnerët dhe sportistët për të ardhmen? Po patjetër. Është i vetmi vlerësim që bëhet, dhe këtë vlerësim e ban vetëm Gazeta Shkodra Sport. Dhe të pas parasysh që kjo ceremoni pra të vlerëson mundin, ndjeshën, sakrificën, pse jo mos me kanë ky investim në sport, pse jo mos me dhënë rezultate në sport, të pas parasysh që jo dikush, po një numër i konsiderueshëm tifozash, sportistash të vjetër, trajnerësh legjendar janë prezent dhe të vlerësojnë me dorë përkitjet e tyre. Lazarin Vila, faleminderit dhe urojmë që sukseset tuaja personale por boksit shkodran të vazhdojnë në të ardhmen. Faleminderit Gjergj, edhe shumë respekt edhe për ju.